Inshallah protesta e fundit do t'jetë të lirohen qytetarët këtu me Hashim Thaçi. Lirim sa më shpejt për qytetarët. Na ka marrë pak shi, marrë pak këtë, edhe u taku këtu me Danin. Inshallah Allah na bën shumë edhe në hajret, na bashkon xhenet taku kështu. Urinë festa juve dhe gjithë shqiptarëve. Festa ty edhe gjithë shqiptarëve. Gjithë shqiptarëve që janë shqiptarë në këtë kuptim fjalë. Ta atarëve kur. Edhe inshallah lirohen qytetarët. Inshallah lirim sa më shpejt edhe u kthefshin sa më shpejt në xhirin familjar. Për kjo të Hashim Thaçi të shumë, po Prishtina nuk i zonke. Na u largu me vllavën e Musës Fisës me Danin me djalti. Po shkoj për pika një kafe që kam. To jenë të sheshi Skënderbeu, 18 vjetorën e pavarësisë Republikës Kosovës, 5 vjet pas qytetar po e festojnë. E sot kemi dalë protest, inshallah do jetë protesta e fundit dhe do të lirohen qytetarët, krye me Hashim Thaçi. Tu njoftën me shumë njerëz dhe mjaftën dhe kalon shumë më mirë. Na mundin e drejtë shkova e folën xhamin, pak me vërtet. Me kom musliman shqiptar. Këta vllazën pe Shkupit pas kanë ardhur, sa 3 veta, manifestim me përkrah çerimin e Hashim Thaçit me çerimtar tjerë. Pe Shkupit kanë ardhur. Disa Macedonisën jam me Albina në Isdal. E qëta të kanë edhe musliman vërtet edhe shqiptar vërtet. Allah i ruaj, se fola me ta dhe falun drejkën. Manifestimi edhe e fola drejkën, këto njofta me qëta Shkupit kam njërë muë. Qëta bura Shkupit musliman u falum atë bërë, tash po shkojmë protest, liria ka emër. Në Haxhi ku dolmin protest. Spretum Prishtinë protest.